Gjoni kapitulli i 6, vargu 63. Shpirti jep jetë, ndërsa dobësia njerëzore nuk sjellin asnjë dobi. Fjalët që ju thash janë shpirt e jetë. Këto janë fjalët e Jezusit. Shikoni edhe një përkthim tjetër. Fryma është ajo që jep jetë. Mishi nuk vlen për asgjë. Fjalët që ju kam thënë janë frymë edhe jetë. Fjalët që ju kam thënë janë frymë edhe jetë. Ne gjithmonë përpiqemi të ndryshojmë jetën me anë të forcave tona, me aftësitë tona, me zgjuarsinë tonë. Por Jezusi po na thot, mishi ose forcat njerëzore kanë gjithmonë kufizime. Fuqia e vërtet që na duhet neve vjen vetëm nga fryma e shenjtë e Perëndis. Ajo është fuqia që na transformon, që na ndryshon. Prandaj, Jezusi thot që mos të mbështetemi në forcat tona, por duhet që të varemi nga fryma e Perëndis. Aty ku vepron fryma dhe fjala e Perëndis, aty ka jetë të vërtet. Qofshi të bekuar sot.